A janë produktet ushqimore që konsumojmë brenda standardeve të kërkuara? Kjo është pyetje që çdo qytetar i bën vetes, lidhur me produktet e shportës dhe jo vetëm. Nga prodhimi deri te konsumatori, rruga ushqimit përshkohet nga rreziqe të padukshme, pesticide, konservues, standarde të ulta higjiene dhe mungesë kontrollesh efektive. Konsumatorët dursak e ndjejnë veten të kërcënuar nga rreziku që vjen nga produktet jashtë standardeve të sigurisë ushqimore. Nuk ndjem asnjëherë. Ne edhe ke mishi, as ke gjalpi, as ke qumshi, ka asnjë gjë, sinqerisht. Më kap një spec para ca ditësh aty. Edhe ai speci kishte pikat e pesticideve, kastravecat, nuk janë cilësisë. Ke domatet nuk janë cilësisë. Ta hapet, çojmë tash mrena. Pra nuk i konsumoni. Jo, sinqerisht nuk e konsumoj domate, pse mund tokë. Jo domate me ta hull në 7, ta hullish po tokë nuk prishet. Po ku dibi se ç'bën më ushqim. Domatet i kanë provuar në shtëpi sot, por marr domate për të parë. Nuk e di si janë. Pse nuk i keni konsumuar deri tani domatet? Pse? Isha mbjellë në shtëpi dhe ka konsumuar për shtëpisë. Pas 10 ka sigur. Sa të sigurt jeni për produktet që konsumoni? Shqimi fare. Pse? Po që gjithë janë me kimikate janë. Një ditë më parë, AKU bllokoi në një subjekt në Durrës një sasi prej 3 tonësh produkte me origjinë blegtorale për mos përputhje të afateve të ruajtjes në etiket. Por, a ka të tjera që mund t'i shpëtojnë kontrollit shtetëror dhe të arrijnë deri në duart e konsumatorit? Vetë tregtarët e fruta perimeve në Durrës pohojnë se zinxhiri ushqimor nuk është i sigurt. Nuk është me i fjalë që abuzon fermeri, abuzon agronomi i komunës, se agronomi i komunës kur të shkoj i fermerit hedhi pesticidin duhet jetë atje prezent. Ne s'kemi agronom komune, edhe hedhe vetë në grushte. Ju vetë jeni tregtar, por njëkohësisht jeni dhe vetë konsumator. Ju ka qelluar të keni produkte që ka probleme? Ne flasim kot, edhe ne këto ham. Ku e di unë, ai vjen nga lushnja këtu. Ku e di unë se çai ka bë këtij limoni. Në bujqësi gjithmonë do të ketë abuzime me herbicide. Ka disa raste që edhe kuptohet që herbicidi ka më tepër se norma e lejuar. Kjo konstatohet e domati për shembull që është shumë e kuqe nga jashtë dhe brenda është shumë e fortë. Nuk ka pjekjen maksimale siç e ka kjo për shembull. Kjo ka një pjekje normale, mirë. Rastet e fundit të produkteve shqiptare që janë kthyer nga tregjet ndërkombëtare janë një këmbën alarmi për AKU-n për të forcuar kontrollet me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore.